Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tem. Unë jam Nela dhe kë video i miri. Pare regjistrova story time në shtatzanisë edhe të linjes, edhe thash po përfitoj nga fakti se jam me kamerën dorë edhe po nisi edhe vlogun e ri, kështu që mos hupim kohë se ashtu shumë kohë se nuk regjistroj. Unë kam vanua 1 muaj me editu videon, edit linjes teme, edhe kam postua para jave. Edhe qysh atëherë nuk kam regjistru hiq, kështu që më kam marrë malli, deshta me ju ba një update jetës teme, edhe deshta me fol me ju edhe thash po nisi vlogun. Kisht me ba thojt, edhe bana thojt. Shihni se sa të bukra janë kështu me ziza, nuk e di a shihen. Klasike, m'pëlqejnë shumë. Që me thanon, kjo muj ka kanë shumë i angazhu me punën, kam punua tanë kohën, maja kam mërru azilin, kështu që ja kanë të shpia, nuk kam pas orar me shku me marrë vajzën e mu këthy të shpia. Kam përfitu nga ky fakti, për më nejt pak ma shumë prit e puna, kështu që jam të dalë vonë, se kem shumë punë, se erdhi gushtja dhe kem me shku në pushime, kështu që duhet me rekuperu krejt punën si s'mund të bëjmë në gusht. Maja arrit, ta ba vajzë e madhi, ata shime në atë fazën ku marrim kukla gjithkun. Sot e natë dola shkovu të kohë me një shoqe teme, edhe mora Majën me vete, mori kite kuklën, kite harushin e vogël atë se e qua Mimi, se ashtë i vogël i keqe, atër kite marrë dhe harushin se ashtë një delme, mori me vetin, kurse atër të çanta kishte vu lopen, kite kuklën tjetër, kite një harush tjetër të vogël, do me thonë i marrim të tëna me vete, se mos i harrojmë të shpia. Edhe kur shkova, kur dola me shoqen teme, bleva këtë çantën. Ashtë nga Guess, shihni sa e bukur ashtë, mu m'pëlqen shumë. Kisha nevoj për një çantë malle, si me përdor për çdo ditë kur shkoj te puna, ose thjesht kur kam nevoj për shembull me marr tabletin me vetë. Pare e mora nga që kisha skaletën e video story time të shtatzanisë. Edhe kështu që kisha nevoj për një çantë malle, deri tash jam kanë të përdorni se kam blet të shenjë. Edhe i te ba copa, thash po e blej një të mirë edhe një basic, se më pëlqen ashtë të lezetshme, ka këtë material si grihe, si masmejet ashtë të lezetshme edhe për verë edhe për dimen, edhe ka ashtë shumë e malle, se shihni, ashtë e malle bajage, plus ka edhe këtë gjepin këtu mrapa, nëse kam nevoj me vu telefonin ose gjanat si m'duhen për shpejt. Edhe m'pëlqen shumë edhe du me përdor këtë çantë për çdo ditë, atër nëse dalim gjiro ose në ban gja, marr çantë tjetër, po mu do të një çantë e malle, si të mizajnë të në gjanat. Edhe asi gja, kjo ishte një update i shpejt, nuk ka noll asi gja kush e di se qa, po ban nga gati për pushime, kena ban plan me ardhen në Shqipni këtë verë, po blejmë ca tesha, gjanat e funit për vajzë, kostume plazhit e gjana kështu. Buongiorno, është e diele sot, po bahna gati, se po dalim, po shkojmë një vend ku ka do dyqane, tha me të bajmë një gjiro, se ka të s'kem që bajmë të nditën shpi. Jo se do na me ble gja, po thjesht me dal, me marrë pak ajer të pasër, sot është dita s'merret vesh, është diell, është pak ftoft, atje jep se është nxehtë. Nuk e di, shohim, po ju tregoj outfitin, pritni, s'postohem. Ku mund shkoj? Ashtë kjo kanatierja nga Primark, si e kam ble, ashtë kjo ngjyra shumë e lezetshme, dhe këto pantollët nuk shihet se dhe i gjanë. Edhe këto pantollët janë kështu gjanë, i kam ble, harroj se ku i kam ble, m'duket te i dyqan kinezve, m'duket diçka ishtu, nuk e di. Nuk jam të ulyë, se s'kam të rezi, kështu që thjesht po përgadis pak lëkuren, po përdori këtë tunikun nga Glow Recipe, nuk e di sepse, po ma është mush lëkura me plot puqra, shihni edhe këtu te balli edhe të pjesa këtu e vetullave edhe te huna, nuk e di sepse.
Edhe po ve këtë burro kakaon nga Sol de Janeiro, këtë Brazilian Kiss. Në kjo se është një balsam për buzë, si alluroj, është kë, i kam provu tëna. Kam provu tëna markat, edhe kjo është e vetmja si m'pëlqen, se nuk ka ajer tran, se zakonisht do e ka nerën shumë tran. Do tjerat janë se se m'pëlqen si njite buza, kështu që tash po menoj se çfarë çantet me marr, po menoj atë pinkos se shkon me kanatire, pritni. Po përdori këtë se shkon me kanatire. Edhe nuk kam me marr asgjë, se nuk kam zënë asgjë. Po marr vesh një oki, se ashtu mlim kryet ekstrem, edhe telefonin edhe asgjë. Këtu pas kam këtë foton kur kem ba të Sephora me Kristianin. Edhe okej. Po baj gati majen edhe po dalim. Guarda qui. Fai vedere come sei bella. Fai ciao ciao. Fai ciao. Buongiorno nga dita tjetër. Po komplimentohem me veten se jam tash 3 ditë si regjistroj. Nuk e dija ka nëllë një herë kjo gjatë, 3 ditë rash me registrua. Po, kime në Vikolungo, si përfunim dje, jem nis për një vend, po atër e ndru me plane, shko me një vend tjetër, se i te rruga shumë lërg, i te jore gjys për më shku deri atje ku desh me më shkua, edhe tha me ma mirë s'po shkojmë, se vajza mos mërzitet rrugës, se u ba me vonë, i te ora 10 sa 11 gati, edhe i të kote me mri aty në 12 e gjys fix, edhe i prishet orari vajzë, kështu që i tha me ma mirë po shkojmë pak ma afer, se vanu me 40 minuta. Sot është e hane, po nis java, një javë shumë intensive për mua, se kem shumë punë, edhe duhet me i kryte tana para se mu nis për pushime. Deshtë me u tregu dy gjanat lezeqme si kam ble te Action. Kam gjetë këto bloqe, janë 3. Njara është me to do now e to do later, kjo e vogla. Atër kjo është e mesit, si është me tana ditë e javës për mu organizua. Atër e funit është daily planner, se të nuk shihet, po shihet këtë mrapa se si ka të 3. Edhe janë kështo me lule shtrylle shumë të lezeqme, kjo pjesën e ka gold, kjo tjetra ka me lule shtrylle. Janë shumë të lezeqme, kur i pash i mora, do t'i përdorit e zyra, se m'duen kështu më shkujnë në i gja shpejt e shpejt. Edhe atër, kam gjetë këtë coverin shumë bukur të Kindle. Ashtë kjo si përdori vetë me lexu libra, se unë jam person si i pëlqen shumë me lexua. Jam midis 2 anave, se më pëlqen shumë me pas librat fizikisht, se nuk ka si libri, normal. A shumë e bukur, në fakt unë kam një libreri të vogël të shtëpia ku i kam tana librat.
Po e nën tjetër jam gjithmonë e ngjyrën kur kam atë 5 minutë për me lezu, për shembull, si kam i gjysore të puna, si kam pauzën e gjysore të puna si habuk, e marr me veten gjithmonë këtë edhe e kam ma komode, jam shumë ma komode me këtë. Edhe jam të munua mos me ble ma shumë, mos me ble shumë libra fizike. Jo se s'dua, po se s'kam vend ku me i lanë, se një atë libreri se kam plot, edhe nuk kam ku me vu tjerat. Dhe shihni sa lezeshme është kjo coveri si kam gjiet, është kështu shumë verore, më kujton, është të njëjta stamp si para si mrapa, vetëm kjo është pjesa përpara, e kjo është pjesa mrapa ku ka këtë pjesën kështu. Ndërsa mrena është e thjesht kështu për me mbrojt ekranin. Edhe dhe shtë mi o të rëgu se sa lezeshme është. Qishi tash mund të imaginoj vetën të plazhit të lexuar një liber. Tash po shkojmë se duhem marrë një briosh, se cappuccinon e kam prit e shtëpia, e piva gati, se e pi rrugë zakonisht, por deshta me marrë një briosh, edhe të shkoj te puna. Buongiorno! E mora vetën mësash, se thash kam regjistru tash 3 ditë rresht, edhe atëherë kaloi një javë pa regjistrua. Sot është e hane, është java tjetër. E më shih një makinë ndryshe, jam të makina e punës të burrit, se aja nis për Shqipni, ka shku me makinë, ndërsa unë kam e punu edhe sot e nesër, edhe atëherë kam për të nisë edhe vet. Unë e maja kena me shku me avion. Jam shumë e lumtur si po shkojmë në Shqipni, se janë tash 3 vite që se jam martua si unë nuk shkoj në Shqipni. Më ka marrë malli shumë me shku në atë vend. Unë jam kanë mësua të paktën i herën vjet kam pa shku gjithmonë, edhe tash për 3 vjet se atëherë do me thonë u martuma. Atëherë ka kalu i vjet edhe jam kanë shtatzan, ka kalu vjet e dyta kanë vajza e vogël, a kanë i vjetet, edhe kem s'gill me nejt këto në Itali atë vjet. Edhe atëherë që kalu në 3 vjet, dona mja kalu shumë bukur, kam pa dash me u marrë me vete të godit valigjen, po e ba me shpejt edhe nuk pata mundësi me nes kamrën, po atëherë kam për t'ju tregua outfitet, se kam për të ba foto, kam për t'kan. Sto 2 javë se kem më najtë në Shqipni, kam mu ba taman fix influencer, se kam më najtë të postu në Instagram, kam u ba vajzë mirë, jo premtoj, se i të dit i të ko jam të kanë pak aktive. E më ka arë një çantë shumë e bukur nga Kalisa Bag, tash unë e kam fu direkt në valigje sa më ka ardhë. Ja u tregoj një foto se është super e bukur, shumë verore, është kështu, është totalisht e punu me dorë, është shumë e bukur. Edhe deshta me ja u tregua se ma ka paketua shumë bukur, shihni se sa bukur ma ka paketua, e kam qitë edhe në story për kush e m'njek në Instagram. Po atëherë sa më rrinë atë shtëpia, direkt e hapo e futa në valigje se do të muni zburri, kështu që i godita shpejt. Shpresoj si mos kem harrua si gjas, se kur i godit gjana shpejt harron shumicën e gjanave. Edhe unë me avion nuk kam çantë, nuk kam valigje, kam vetëm një çantë doret, për dhe ajo është plot se kam me vu deteshat vajza, edhe një 2-3 gjana se kam harrua, edhe 2-3 gjana tjera se m'ja ndash këtë ditë. Kështu që unë po e mbylli këtë vlogun, shpresoj si t'ju ketë pëlqyer. Edhe shihna në vlogun tjetër si kanë me kam vlogu i pushimeve, keni me më pa shumë të lumtun, sepse si që thashëm ka marrë malli shumë me shku në Shqipni, edhe pse burri jem ashtu më prishja qyshitar, se ashtu më thonë ka trafik plot. Faleminderit shumë si keni ardhur deri në këtë pikë, edhe shihna në vlogun e radhës.